Projekti dua të luaj në ujë, pas rreshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë prekur qytetin e Vlorës, me sa duket ka ndryshuar edhe emërtimi i një prej projekteve më të rëndësishme infrastrukturore që po realizohet në qytet. Projekt ky që parashikon ndërtimin e fushave të sportit në zonën e ish fushës së aviacionit për të shtuar terene sportive, të cilat do të jenë në funksion të apasionuarve pas futbollit dhe ekipeve të moshave. Por pas rreshjeve të shiut, vendi ku do të ndërtohen këto fusha sportive, por edhe fushat e vjetra të sportit që gjenden aty, janë zhytur në ujë. Imazhi që të parafron sot kjo zonë nuk është as pak ai një zone të banuar dhe aq më tepër të fushave të sportit, ku çdo ditë luajnë me qindra fëmijë të zonës, por edhe ekipe të moshave të vogla në qytet. Fushat e futbollit që nuk janë prekur deri më tani nga ky projekt notojnë në ujë. Është një situatë kjo e cila përsëritet sa herë që ka rreshje në qytet me intensitet të lartë. Ambientet e fëmijëve ku ata duhet të luanin prej ditësh kthehen në jo funksionale për shkak të përmbytjeve që kanë prekur këtë zonë. Ndërkohë që projekti dua të luaj, siç titullohet në relacion, vazhdon të zvaritet në kohë, duke mos avancuar as pak në punime. Afati i tij 8 mujor ka përfunduar, por megjithse jashtë afateve, në zonë nuk është realizuar as 30% e këtij projekti. Këto fusha të cilat tashmë ishinin në pamje, duhet të ishin rehabilituar në total. Aty duhet të ishin ndërtuar terenet e reja sportive me standarde të larta që t'ju shërbenin të apasionuarve pas futbollit, por në vend të tyre janë sot gropa të mëdha me ujë që ndikojnë negativisht në pamjen vizive të zonës përreth, ndërkohë që punimet sërish edhe për shkak të shiut për realizimin e këtij projekti prej disa ditësh vijojnë të jenë pezull. Pjesa tjetër e territorit të zonës së ish fushës së aviacionit vijon të mbetet në të njëjtin realitet ndër vite, një zonë e ndotur nga mbeturinat, kryesisht të plastikës, por edhe mbetjet inerte. Në të mund të gjesh edhe goma, por edhe pjesë makinash, si dhe orendi shtëpiake. Bagëtit nga ana tjetër kullosin të lira, duke të parafruar imazhin e një fshati kur kemi të bëjmë me një qendër të banuar brenda qytetit të Vlorës. Për zonën e ish fushës së aviacionit në Vlorë, ndër vite kanë munguar fondet për rehabilitimin në total të territorit, si dhe pastrimin e kësaj zone nga mbeturina dhe inerte të shumta, por edhe një projekt që po realizohet aty, i cili ishte shpresë për ndryshimin e realitetit të zonës, po vjon mes problematikave, si dhe ndërprerjeve të herpaseshme për muaj me radhë.